Përshëndetje miq të dashur. Shumë djem kur janë të vegjël, dëshirojnë të rriten e të bëhen si baballarët e tyre. Personazhi i historisë sonë është njëri prej tyre. Edhe pse jati u burgos shpesh për 18 vjet me radhë, ai dëshironte të ecte në hapat e tij. I rritur kryesisht nga ëma, influenca e babait në jetën e personazhit ton ishte shumë e madhe dhe e pranishme kudo. Dhe sot ai jeton duke bërë punën e atit të tij qellor, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lirë nga prangat. Të ndajmë lajmin e mirë që ndryshon jetë njerëzore. Miqtë e mi, po ndiqni të lirë nga prangat. Histori të vërteta njerëzore të dramatizuara për të gjithë ju në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe prodhuar në Shqip nga Radio 7. Jam e bindur se do të habiteshit shumë se sa njerëz sot janë pas tre. Disa janë të shkolluar, e shumë prej tyre dhe veteran lufte. Megjithatë, të gjithë kanë humbur rrugën e jetës. Ata vinë nga çdo skaj dhe vullnetarët e Pacific Garden Mission i japin secilit prej tyre një përqafim, një pjatë me ushqim plot vitamina, një shtrat të pastër dhe dashurinë e Perëndis. Disa vazhdojnë jetën e tyre, të tjerë qëndrojnë për të mësuar më shumë rreth dritës së botës. Jam habitur se do të habiteshit se sa shumë fillojnë ta përhapin këtë dritë, njësoj si personazhi i historisë sonë. Tani për transmetim në gjuhën shqipe, programi numër 13 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Dëgjoje Turman, forcat sekrete ruse i kanë kthyer kundër nesh. Si mund ta bëjnë këtë, Peter? Si mund të shpallin fajtor për Dembelizën në një kohë kur të arrestuan ndërsa punoje? Parazitët janë njerëz që nuk punojnë. Komunistët mund të bëjnë ç'të duan, Luba. Ti e di këtë. Ata duan të zhdukin besimin tonë. Kur? Për 5 vjet në Siberi ata kanë dënuar dhe babajnë dhe xhaxhain tim. Ne i dinim rreziqet kur filluan ndërtimin e kishës. Unë kam besim tek Perëndia, por përsëri pyes veten, pse ndodhi gjithë kjo? Perëndia ka qëllime që ne nuk i kuptojmë, Lubasha. Do marr shumë malli për ty. Tani do t'i rritësh fëmijët vetëm. E di që nuk do të jetë lehtë. Ne nuk jemi vetëm, Peter. Perëndia është me ne. Le të lutemi, para se të më largojnë. Po ndajmë sot me të gjithë ju historinë e vërtetë të Peter Rumashik, një qytetar rus që u dënua dhe u burgos 5 herë të ndryshme në 18 vjet. Krimi i tij i vetëm ishte ndarja e dashurisë së Perëndis në vendin e tij ateist. Ai dhe shoqja Luben kishin 8 fëmijë. Si ishte jeta e këtyre fëmijëve, teksa rriteshin me një baba të burgosur dhe në një përsekutim të vazhdueshëm? Kjo histori e vërtet është një depërtim në jetën e një djali të ri, Pavel Rumashik, tani në Të lirë nga prangat. Babai im u dënua për herë të parë dhe u dërgua në Siberi në vitin 1961. 3 muaj më vonë, nëna e la punën e saj në fabrikë, dhe u bashkua me të duke marrë me vete vëllain dhe motrën time të madhe. Unë linda gjatë kësaj kohe. Nënës ju deshte u thonte vetme për në Moskë për lindjen time, dhe më pas u kthye në Siberi. 4 vite më vonë, babai u lirua dhe qëndroi në shtëpi vetëm 3 vjet, përpara se të burgosi për herë të dytë, ku dënua me burgim të përjetshëm. Jeta pa të ishte shumë e vështirë. E di që jeni të rritur fëmijë, por nuk kemi asgjë për të ngrënë. Le të gjunjëzohemi të gjithë dhe t'i kërkojmë Perëndisë të na ndihmojë. Mos harroni, Perëndia gjithmonë i dëgjon lutjet tona dhe ai do të sjellë përgjigjen në kohën e duhur. Tani qëndroni pa lëvizur dhe kërkojeni në zemrën tuaj. Zot, ti e sheh se ne nuk kemi asgjë për të ngrënë. Burri im dhe babai i fëmijëve është në burg, se ka predikuar ungjillin. Të lutem, siguro ushqim për fëmijët për hir të emrit tënd, Zot.
sepse ne besojmë në ty. Faleminderit për mëshirën tënde. Mund t'jetë policia sekrete. Fshini Biblën shpejt. Po, mama, po. Mund ta shoh. Është një grua. Motër Luba, të solla këtë çam me patate. Oh, motër Olga. Ti je përgjigja e lutjeve tona. Nëna kishte një forcë të madhe brenda saj. Ajo asnjëherë nuk lëkundej në besim. As kur motra ime e madhe vdiq nga veshkat, ndërsa baba ishte në burg, dhe nuk ishte aty për ta ngushëlluar. Unë isha 7 vjeç dhe gjindesha në shkollë kur e dëgjova lajmin. Menjëherë fjala u hap se të krishterët i sakrifikonin Perëndis fëmijët e tyre, dhe të tjerë talleshin me mua në shkollë, sidomos kur nuk pranova të futesha në grupin komunist të shkollës. Grup ky që e lartësonte Leninin. Në klasën e 3, të gjithë fëmijët u bashkuan në një grup tjetër, të quajtur pioner. Të gjithë pionerët, për treguar besnikrinë e tyre ndaj Leninit, duhet të vinin një shall të kuq. Ndalo, ti ku e ke shallin e kuq? Nuk kam. Shko në shtëpi edhe merre. Nuk kam as në shtëpi. Nuk ke? Çfarë bën baba yt? Ai nuk jeton me ne. Oh, po nëna jote ku është? Në shtëpi. Shko në shtëpi dhe sill një shall të kuq. Për ndryshe e ja bashkë me nanën. Pse u ktheve në shtëpi, Pavel? Duhet të vë shallin e kuq në. Të gjithë fëmijët e tjerë e kanë dhe të gjithë më shohin me çudi mua. Pavel, ne nuk mund bëjmë asgjë për këtë, sepse kjo është në kundërshtim me besimin ton. Atëherë eja dhe shpjegoja nën. Mësuesja më pyeti për babain. Mos i thuaj asgjë, Pavlusha. Unë do t'i përgjigjem të gjitha pyetjeve të tyre, por ti mos i thuaj asgjë që tradhon kishën. Po, mama. Ashtu si Jezusi përpara Pilatit, mos thuaj asgjë. Verën, kur mbusha 11 vjeç, shkova një kamp të krishterë për fëmijë, që i kishin baballarët e tyre në burg për shkak të besimit. Zemra ime ishte gati për pendim, dhe në fund të qëndrimit ton, duke u penduar u luta. Dhe i kërkova falje Zotit për mëkatet e mia. Babai erdhi në shtëpi sërish, por për shkak të punës së tij në kish, që konsiderohej si e paligjshme, policia sekrete filloi ta ndiqte. Të ndërsa ata po ngrinin pa di kundra tij, ati u desh të fshihej bashkë me besimtarë të tjerë. Ishim shumë të gëzuar kur na kërkoi ta takonim në pyll, ndërsa shkonim për të mbledhur kërpudha, dhe më pas shkuam për piknik. Oh, sa mirë të jesh sërish me familjen. Lavdi Perëndis që jeni të gjithë mirë. E sheh sa shumë janë rritur fëmijët, Peter? Me thoni që të reja kemi fëmijë. Xhaxa Volodja më dha një bicikletë baba. Është shumë bukur ta ngasësh atë. Por Pavli bie dakord se bicikleta i përket të gjithë familjes dhe jo vetëm atij. Po, Nadia ngjet bicikletën kur shkojmë tek shërbesa e adhurimit dhe unë e ngas kur kthehemi. Është mirë të jesh zemër gjerë, Pavel. Jezusi thot, jepni dhe do t'ju jepet. Një masë mirë e ngjeshur, tundur, kufuese do t'ju derdhet me gjë, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matët edhe juve gjithashtu. A e kupton këtë? Po, papa. Dhe gjëja më e mirë që mund t'i japësh të tjerëve është dashuria e Perëndis. A shumë e vështirë për ty, baba? Ndonjëherë, ata nuk na ushqejnë shumë dhe sigurohen që të punojmë shumë. Kur lutem apo flas me Perëndin me burrat e tjerë, ata na mbyllin në një grop, pa ngrohje dhe ushqim. Se Perëndia nuk të ndihmon, baba? Ai më ndihmon, Pavel. Por ai më vendosi atje për të folur rojeve dhe të burgoseve të tjerë për Jezusin. Megjithatë, sa do të doja të vije dhe të qëndroje në shtëpi, baba? Duhet të bëj vullnetin e Zotit, Pavlusha. E më dërgon aty ku i pëlqen. Në disa vende të errta ku njeriu nuk ka dëgjuar asnjëherë për dashurinë e Perëndis, dhe tani ne po ndërtojmë kishën e tij. Tani policia po të përndjek, baba? Prandaj po takohemi këtu, që të flasim dhe të lutemi lirshëm. Nuk e kuptoj. Se nuk na lën të qetë? Sepse janë të mashtruar nga djalli i birim. Ne jemi në luftë, Pavel. Jo kundra njerëzve, kundra ligësisë shpirtërore, kundra forcës së errësirës. Mund të tingëllojë e çuditshme, por duhet të luftojmë në betejë sipas mënyrës së Perëndis, me dashuri. Baba, po mësoj t'i bie violinës që të shoqëroj duetet në kish. A dëshiron të më dëgjosh mua dhe Nadian teksa këndojmë?
Patjetër që dua atë, Pavel. Për shkak se të burgosurit trajtoheshin shumë keq, familjet e tyre organizuan dhe i dërguan letra autoriteteve, duke u ankuar për abuzimin. Nëna ishte shumë aktive, duke shkruar letra e duke dërguar dokumentat autoriteteve. Më pas ajo ra dakord që gjithë korrespondenca me qeverinë të vinte tek ne, gjë që ishte diçka e guximshme dhe e rrezikshme. Ajo u thonte shumë shpesh për të dërguar telegramet në Moskë. Pavel, duhet të dërgoj porosin. Tani ti je më i madhi në shtëpi, ndaj duhet kujdesesh për të vegjëlit. Po, mama. Unë duhet kthehem brenda 3 ditëve dhe kam përgatitur ushqim të mjaftueshëm derisa të kthehem. Nëse dikush vjen tek dera, ki kujdes kur të hapësh. Sigurohu që gjërat me vlerë të jenë në vend sigurt. E kuptoj, nën. Mos e hap derën nëse shet dikë që është i dyshimt. Atyre nuk u lejohet të kontrollojnë nëse unë nuk jam këtu. Zoti do të mbrojë ty. Tani, eja të lutemi para se të largohem. Shh. Po shkoj të shoh se kush është. Është një grua. Nuk shoh asnjë tjetër. Nëna, a është këtu? Jo. Kam ardhur të sjell disa dokumenta për të. A mund të hyj? Po, hajde. Këto letra përshkruajnë persekutimin që ne po kalojmë. Këto janë shumë të rëndësishme. A mund t'i lë këtu për nënën tënde? Po shkoj t'i fshe. Po shkoj të shoh se kush është. Duket si policia sekrete. Të pas kanë ndjekur. Mos i fut brenda. Çfarë duhet të bëjmë? Nëse mi gjen mua këto letra, më fusin në burg. Ja ç'do bëjmë. Unë do dal nga dritarja dhe nëse bregu është i lirë, atëherë më jep mua çantën dhe unë do shkoj ta fshe diku. Mirë. Shko shpejt. Nuk shoh njeri. Bregu është i lirë. Ki kujdes. Hey, çfarë po bën aty? Ej, çun. Çfarë po hedh nga dritarja? Nuk e der ti? Patjetër që kemi një derë, por ka shumë njerëz në korridor. Si e ke emrin ti? Pavel Rumashik. Unë jetoj këtu. Po prindrit ku i ke? Nuk janë në shtëpi. Ndaj, nuk mund t'ja hap derën atyre njerëzve. Nuk i njoh fare, Pse po ikën ashtu? sepse nuk dua t'ja hap derën të huajve dhe ka shumë burra tek dera. Ti do vish me mua në polici, do qëndrosh derisa prindrit e tu të vinë të marrin, mirë? Qëndrova në stacionin e policisë për një kohë të gjatë, duke njohur më në fund se çfarë kishte kaluar babai im, sa herë ishte burgosur, dhe pyesja veten se çfarë do të ndodhte me mua. Çfarë do të ndodhte me vëllain, motrën dhe me gruan që solli letrat. Çuditërisht kisha paqe. Gjithmonë kisha dëshiruar të isha si babai, i cili ishte një shembull i shkëlqyer për mua. A do të përfundoja edhe unë në burg? Nëna ime nuk erdhi në polici, ndaj ata më lanë të largohesha pas një farë kohe. Kur arrita afër shtëpisë, prita jashtë derisa policia u largua, dhe kështu dokumentat nuk u zbuluan. Perëndia ishte me mua, hap pas hapi. Edhe një herë babai erdhi në shtëpi për një periudhë kohe, dhe përsëri dëgjuam të trokiturat e derës, ndërsa mundoheshin të shihnin biblat dhe literaturën e krishterë që kishin në shtëpi. Fëmijë, ju e dini që duhet bërë. Po, baba. Peter Rumashik, kemi leje të kontrollojmë shtëpinë. Shpërndauni dhe kërkoni për çdo gjë që ka të bëjë me kryengritjen. Ne nuk jemi politikan, por të krishterë. Dhe ky është një vend ateist. Ne nuk duam parazit të marrin në përgojë qeverinë. Perëndia na thot të lutemi për pushtetarët tanë, dhe ne kështu bëjmë. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo e fshehur pas vaskës? Bibla, letra nga Amerika. Madje edhe para. I gjetën provat. Shikoni se ç'mund gjeni tjetër. Kërkoni kudo. Ata e dinin tamam se ku të shihnin Peter. E po e kanë kthyer për mbyll shtëpinë. Po bëj gati disa gjëra. Baba, po ikën përsëri? Pa pikë dyshimi. Peter Vasilevich, duhet vini me ne për pak kohë në polici. E di shumë mirë se çfarë do të thotë pak kohë. 3 minuta kthehen në 3 vjet. Si është, duam të sqarojmë disa gjëra. Me lejoni të paktën të lutem me familjen. Eja një fëmijë në dhomën tuaj dhe të lutemi në gjunjë. Atë qiellor, lutem për mbrojtje për familjen time. Zot, ata po më marrin përsëri. Nuk e di për sa kohë apo ku do të shkoj. Megjithatë, ti i di të gjitha dhe na ndihmo të përballojmë gjithçka që ti lejon. Shpejt Peter Vasilevich,
Mjafton me kaq. Perëndi jepi gruas sime forcë dhe bindje gjatë mungesës sime. Mbuloj fëmijët me hirin tënd dhe ndihmoj të jenë të bindur ndaj vullnetit tënd dhe ndaj nënës së tyre. Tani, dil jashtë. Faleminderit Zot që i dëgjon lutjet tona. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen. Këtë herë babai u dënua me 3 vjet punë të rëndë në një burg shumë larg. Unë mbusha 14 vjeç dhe fillova të lutesha për pagëzimin. Vera erdhi dhe gjatë kësaj kohe jepeshin mësime për ata që dëshironin të pagëzoheshin. Por persekutimi ishte shumë i rëndë në atë kohë, dhe ne nuk guxonin as të adhuronin së bashku. Mora vesh se një ngjarje e veçantë do të ndodhë shumë shpejt. Këtë të shtunë në mbrëmje dhe të dielën në mëngjes, sepse ka shumë njerëz që duan të vinë. Cilat nga këto janë për mua nën? Të shtunën në mbrëmje, ne do të takojmë tek shtëpia një vllai dhe do të shkojmë në këmbë së bashku. Duhet të jetë një mbrëmje shumë e bukur për të ecur në këmbë, Pavel. Perëndia është kaq i mirë që më lejon të bëj atë çfarë ai bëri në tokë. Jam lutur për këtë. Ti e di kuptimin bir? Po. Është një simbol i vdekjes së natyrës së vjetër dhe të jesh ringjallur me të. Nën, dua të bëhem ungjilltar një ditë. Ah, Zoti të bekoft. E kam dëshiruar këtë që kur kam qenë i vogël. Ndaj dhe Perëndia do t'i hap dyert për mua. Natën që u pagëzova bashkë me 10 të tjerë, ne ecëm për afër 1 orë, duke u siguruar që nuk po na ndiqte njeri. Herët në mëngjes grupi tjetër bëri të njëjtën gjë, dhe më pas të gjithu takuan për një takim adhurimi. Atë ditë mora Biblën time të parë, të cilën e ruajta si thesar, dhe e mbajta të fshehur larg policisë. Vitin tjetër kur nëna shkoi të takonte babain në burg, ishte radha ime të shkoja me të. Është shumë larg, Pavel. Më shumë se 5000 kilometra. Por ama do shoh babain. Faleminderit nën që më zgjodhe të vija me ty. Sa do doja të shkonim të gjithë, por kushton shumë. Duhet shkojmë me tren dhe autobus për ditë të tëra. Është dimër nën. A sikur të kisha cizme që të më mbanin ngrohtë? Ndoshta mund t'ja marrësh borxh xhaxhait. Nuk e di. Pavel, këmbët e tua janë më të mëdha se të mia. Këto cizme janë pak të vogla. Nuk ka asgjë më të keqe se çizmet që të vrasin këmbët. Është më keq se të ngrinë këmbët. Ndaj dhe nuk e kam problem, po i marr. Gjatë gjithë rrugës për tek treni, këmbët e mia kishin ngrirë. Më pas pritëm autobusin që na çoi tek burgu, një autobus plot dëbor dhe pa ngrohje. Më pas shkuam në këmbë deri tek kampi, ku ata na kontrolluan. Më në fund, fillova të ngrohesha, kur po prisnin te recepcioni. Ato nuk do të na lënë ta shohim babain tënd. Pse jo? Ka thënë se ka thyer disiplinën, që do të thotë se ka qenë duke u lutur. O nën, nuk e din ata se sa shumë kemi udhëtuar për të takuar? Ata nuk duan t'ja din, Pavel. U mundova t'ja them, por atyre nuk i bëhet vonë. Gjithë kjo mundim për asgjë? Jo, bir. Me Perëndin, asgjë nuk është e pamundur. Në mënyrën e tij, ai do ta përdorë këtë për lavdinë e tij. Duhet kemi besim. Unë e mbarova shkollën fillore, duke përfshirë 7 vjet shkollë muzike. Më pas shkova në Institutin Muzikor të Moskës, për të marrë mësime violine. Gjatë vitit të dytë të studimeve, mu desh të shërbeja në ushtri. Kur i thash se nuk doja të armatosesha, prisja një ndëshkim të rëndë, por Perëndia më dha hirë dhe u emrova në brigadën e ndërtimit. Aty nga fundi vitit të dytë i shërbimit ushtarak, udhëhoqa një shërbes adhurimi dhe studimi biblik për 6 deri në 8 ushtar të tjerë. Ja dolën mban. Të gjithë i mësuan përmendesh 5 kapitujt e parë të letrës së parë të Pjetrit. Mendoni se si këto vargje do të na ndihmojnë në të ardhmen kur gjërat të përkeqësohen? Në Bibël thuhet: "Nënshtroni pra, për hir të Zotit çdo pushteti njerëzor." Është shumë e lehtë të bësh diçka kundër vullnetit tënd, kur e di që është për Perëndin. Dhe kush do t'ju bëj keq nëse ju ndiqni të mirën? Sa do doja t'i ndiqja gjithmonë këto fjalë, por e di që nuk e bëj. Perëndia do t'ju ndihmojë t'i kujtoni këto fjalë. Tani fjala është e ruajtur në zemrën tonë. A e dini se asgjë nuk është më e ëmbël se sa miqësia me Krishtin? Sipas jush, çfarë theksohet në këtë letër? Kapitulli i parë vendos themelin.
se mëshira e Perëndis na ka çliruar nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit për mëkatet tona. Prandaj ne duhet ta duam fort njëri tjetrin me zemër të pastër, sepse jemi ringjallur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet. Me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë, që mbetet për jetë. Po, ne jemi blerë me një çmim. Prandaj duhet të ndjekim Perëndin, jo botën. Ky është mesazhi që përsëritet shpesh herë në Bibël. Sepse edhe Krishti ka vojtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga fryma. Le t'i këndojmë një këngë Jezusit. Në grupin ton kishte një tradhtar. Dhe përpara se turnin të përfundonte, unë u arrestova dhe akuzova sipas kodit penal për përgojim kundra qeverisë sovjetike. Gjeta mënyrën të dërgoja një letër në shtëpi, dhe nëna bashkë me besimtarët e tjerë i bënin kërkesa qeverisë për lirimin tim. Më pas, nëna erdhi për vizitë duke më sjellë një pako për mua. Kur nuk mora asnjë lajm nga ty, ma mori mendja se të kishin burgosur. Pata një problem mjekësor me veshkat dhe isha në spital, ndaj nuk mund të shkruaja. Po akuza jote? Perëndia është në anën tonë dhe kërkesat tuaja më ndihmuan shumë. Ata do të më lirojnë, por më paralemruan të mos përfshihen në asnjë shërbes adhurimi apo misionare në Dyedovsk. Gjithashtu më thanë se do të rihapin çështjen nëse përsëris këtë gjë. Ata kurrë nuk do dorëzohen, Pavli. Por ju gjithmonë më keni thënë se Perëndia është më i madh nën. Ai nuk heq dorë kurrë. Po, sigurisht. Vazhdoj të jem e shqetësuar për babain tënd. Ai pothuajse vdiq brenda në grop. Dhe disave nga vëllezërit tan i janë shtuar vitet e dënimit. Nuk i lejohet as të kthehen më në shtëpi. Dënimi të babait po i vjen fundi, apo jo? Po. Dhe tani ata më janë gjitur mua, ndoshta për t'u hakmarrur ndaj tij. Ndiqem kudo, madje edhe tek dyqani. Hipin autobus dhe një prej tyre hipën pas meje. Zbres dhe ai zbret bashkë me mua. Është shumë e vështirë. Më kanë thirrur për intervista, por unë nuk kam shkuar tek asnjëra. I kam thënë se kam fëmijë për të rritur. Nën, ti je një shenjtore. Pa zotin, nuk do t'ja dilja dot. Kur u ktheva në shtëpi, babai po përfundonte dënimin për 4 vitesh, në kushte shumë të rënda në Çita. 5000 milje në perëndim. Nëna e hekurosi kostumin e tij dhe ne shkuam për ta sjellë në shtëpi. Por, ashtu siç kishte parashikuar edhe nëna, ata i shtuan akuzat e tyre ndaj tij në një gjyq që zgjati 1 muaj. Në fund, ai u dënua me 5 vite të tjera. Më pak se 2 vite më vonë, më 6 shkurt 1987, ne morëm një telegram. Kjo thot se babai yt po vjen në shtëpi. Po vjen në shtëpi. I dashur zot, faleminderit. Ai po vjen në shtëpi. Babai? Po, babai. Kjo thot se është në tren tani duke larguar nga Çita. Ai arrin këtu nesër në mëngjes. Nën, ndoshta është kurth. Ndoshta KGB e ka trilluar që të na bëjë të shkojmë atje të gjithë. Jo, është Zoti Pavel. Më në fund i ka liruar të burgosurit. Ai është përgjigjur lutjeve sepse është besnik. Duhet t'ju tregojmë të gjithëve dhe të kemi një festë të madhe, një festë të madhe për të. Po, ne të gjithë do të marrim lule dhe do ta lavdërojmë Perëndin. Nëpërmjet rindërtimit të perestrojkës, që ishte filluar nga presidenti Gorbaçov, të gjithë besimtarët u liruan atë vit. Dhe biografia e babait u bë e pastër, pas 18 viteve në burg. Shëndeti i tij nuk ishte i mirë, por Perëndia e shëroi. Dhe ai filloi të ndërtonte kishën dhe të ndante ungjillin. 3 vite më vonë, ne hapëm një kishë të re në Dyedovsk. Është vend shumë i mirë, Pavel. Tamam në zemër të qytetit. Ti e di kuptimin e këtij vendi, apo jo? Po, është qendër e vjetër kulturore, ku ata të gjykuan 30 vjet më parë dhe të dërguan në Siberi për 5 vjet. Plani i Perëndis për të ardhmen është një mister. Bibla është plot me shembuj të tillë. Po, për shkak se unë dëshmova për të gjatë kohës së vujtjeve. E po lejon që të predikoj fjalën e tij, tani në këtë vend për lavdinë e tij. Ti ishe gjithmonë shembulli im i shkëlqyer, baba. Gjithmonë kam dashur të jem si ty. Nuk ishte shembulli im që ti ndoqe birë. Ishte Krishti në mua.
Unë u bëra pastori asaj kishe, duke arritur të humburit dhe kishte shumë veta pa qëllim dhe pa drejtim. Rezultat ky i 70 viteve të komunizmit ateist, që kish lënë miliona njerëz në mëshirën e fatit. Disa të rinj u kthyen tek zotat falso të alkoolit dhe drogës. Dhe unë kisha një dëshirë të zjarrt t'i arrija ata për Krishtin. Jam Natasha. Unë kam një mik dhe ai më ka folur për ju. Ai më tha se ti mund të më ndihmosh. Natasha, ulu të lutem. Ai më tha se ti mund të më ndihmosh të çlirohem nga droga. Në fakt, ishte Jezusi që ndihmoi mikun tënd ta fitonte lirinë nga droga. Po, ai më tregoi për Jezusin. A do të ndihmoj mua Jezusi edhe pse kam bërë kaq shumë gjëra të këqija? Jezusi tha, ai që vjen tek unë, nuk do të dëbohet kur nga unë. Po, kam jetuar një jetë të kalbur. Kur isha fëmijë ndeshkohesha gjithmonë për sjelljen time. Asgjë nuk është shumë e vështirë për Perëndin, Natasha. Po ti nuk e ke iden. 3 herë jam shtruar në qendër rehabilitimi. E kur dal jashtë mendoj vetëm të vras veten. Ti ke nevojë të njohësh Zotin, Natasha. Me të gjitha janë të mundshme. Ai të jep fuqinë për të rezistuar të keqes. Vëlla Sash më ka lexuar Biblën. Aty thuhet se ne jemi të gjithë mëkatar. Kjo është e vërtetë. Pa Krishtin ne do të kalojmë përjetësinë në ferr. Në Bibël thuhet, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Unë dua të ndryshoj. Shumë prej miqve të mi kanë vdekur ose janë në burg tani. Të lutem, më ndihmo. Gjëja e parë që duhet të bësh është të pendohesh. Ktheu nga mëkatet e tua dhe kërkoj falje Perëndisë. Më pas, ftoj Jezus Krishtin në zemrën dhe jetën tënde. A je gati ta bësh këtë? Po, jam. Natasha e ka ndjekur Perëndin që nga viti 1998 dhe kështu vazhdon puna e Perëndisë në këtë vend që më parë ishte ateist. Për një vit të tërë ju luta Perëndisë të më ndihmonte të gjeja një grua dhe sot jam i martuar me një vajzë që e kam njohur që kur isha i vogël. Ne vazhdojmë të kemi plot vështirësi për të kaluar, sidomos nga ana ekonomike, por Perëndia po punon, duke na ndryshuar ditë pas dite. Besnikëria e atit tim toksor dhe besnikëria e atit tim qellor kanë qenë gjithmonë frymëzimi im. Unë mund të them ashtu si Davidi tek Psalmi 37. Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësit e tij të lypin bukë. Ne shpresojmë shumë që dëshmia e hirit Perëndis ndaj familjes Romashik t'ju ketë ndihmuar të kuptoni lajmin e mirë, se Perëndia ju do dhe ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj. Mos harroni asnjëherë, asgjë nuk mund t'ju ndajë nga dashuria e tij. Kur të ktheheni tek Perëndia, të pendoheni për mëkatet tuaja e ta ftoni në zemrën tuaj, ai do t'ju jap një jetë të re. Jezusi tha, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, vrarë dhe për të shkatruar, por unë kam ardhur që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Nëse ju nevojitet ndihmë për të marrë këtë vendim jetë ndryshues, na shkruani në Radio 7, kutja postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Është një privilegj i veçantë të sillen tek ju këto dëshmi inkurajuese të hirit të mrekullueshëm të Perëndisë. Shpresojmë të jeni bekuar dhe t'i tregoni edhe miqtë tuaj se si edhe kur mund ta dëgjojnë këtë program. Ndoqët programi numër 13 në gjuhën shqipe. Historia e vërtetë e Pavel Rumashik. Të lirë nga prangat u prodhua në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe u soll në gjuhën shqipe nga Radio 7, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Pak gjëra na inkurajojnë aq shumë sa letrat tuaja, ndaj mos harroni të na shkruani.